Pas akuzave të njëpasnjëshme të VMRO-s kundër kryetarit të lidhjes së sindikatave, pasi ky i fundit paralajmëroi protesta nëse paga minimale nuk bëhet 500 euro, ka reaguar edhe kryetari i LSDM-s Venko Filipçe. Nëpërmjet një shkrimi në rrjetet sociale, ai u drejtua qytetarëve e veçanërisht, siç thot ai, punonjësve. Momentalisht, VMRO-DPMN përdor shpifje të përditshme në konferenca për shtyp për të shmangur përgjegjësinë që t'ju mundsoj juve, punonjësve, paga më të larta. Jemi dëshmitar të një fushate të ndyrë nga VMRO-DPMN kundër çdo njeriu që punon ndershëm, fiton dhe meriton një të ardhur të denjë. VMRO-DPMN ka problem me ju punonjësit, jo me sindikatën. Filipçe thot se punonjësit me të drejtë kërkojnë një pagë të denjë me të cilën mund të jetojnë, ndërsa VMRO shpiki historitë e liga për t'i paraqitur ata si të motivuar politikisht. VMRO-DPMN ka problem me çdo njeri që kërkon të ardhura të drejta. E drejta dhe e ndershmja është të kërkoni paga më të larta kur qeveria nuk bën asgjë për të parandaluar rritjen e çmimeve në mënyrë të pabesueshme. Kjo nuk është një çështje politike, por VMRO-DPMN dëshiron ta bëjë pikërisht atë, një hesap partijak për të shmangur përgjegjësinë. Po pse kur ishin në opozit ata mbështetnin sindikatën? Filipçe thot se VMRO nuk e mbështet sindikatën pasi nuk i duhet më, por thekson ai, LSDM është e vendosur për këtë çështje, si në pushtet, si në opozit. Ne luftuam fuqishëm për të drejtat e qytetarëve dhe për një jetë të denjë. Tha Filipçe, duke shtuar se LSDM do të vazhdojë të mbështesë qytetarët që kërkojnë të ardhura të denja, do të vazhdojë të paraqesë ligje në kuvent dhe të qëndrojë fort në mbrojtje të qytetarëve.